Kosova asnjëherë nuk ka qenë më e përqarë, shoqëria jonë asnjëherë nuk ka qenë më e polarizuar. Kemi mbrinjë në një piku vllau nuk flet me motrën, e fqiu nuk flet me fqiun, jo për shkak të bindjeve të ndryshme ideologjike, jo pse njëri është i majt e tjetri i djathtë, po sepse është implantuar në diskursin publik, ne edhe ata, shpion e tradhtar, hajna e kriminal. Ne garojmë për ta kthyer normalitetin në Kosovë dhe për ta nxjerrë Kosovën nga ky pellg i përbaltjes së secilit dhe çdo gjëje. Ne po besoj që e kemi kandidatin më të mirë, që është antipodi më i madh i këtij realiteti të vrazhët e të rënd politik. Bedri Hamza përfaqëson stabilitet, normalitet, siguri, parashikueshmëri dhe në garë nuk hyn vetëm, hyn me një ekip të gjerë profesionistësh, vajza e djem, burra e gra, që kanë biografi, që janë të dëshmuar, që kanë përgatitje dhe që do t'jenë në gjendje t'u dalin ballë sfidave që i ka Kosova. Sot, kushtrim, kanë filluar të vinë faturat e energjisë elektrike. Imagjinojeni një familje që ka paguar në të njëjtën kohë 146 euro vitin e kaluar, sot paguan 310 euro. Qytetari i Kosovës ka nevojë për mirëqenjet vetëm me gjëra që kanë shënuar rritje në këto 5 vite, janë çmimet, nuk janë rrit pagat. Bedri Hamza premton rritjen e pagave 50%, rritjen e pensioneve 50% për të gjitha kategoritë, rritjen e përkujdesit social për kategoritë e veçanta me nevoja të veçanta. Ne garojmë për të rikthyer investimet publike